Pazakon që ka habitur qytetarin që e ka regjistruar si video është filmuar mbrëmjen e djeshme në portin e Durrësit. Videoja, e cila ka mbritur në redaksinë e JOQ Albania, është regjistruar pranë zonës së kontejnerëve dhe në të dëgjohet një këndim në korë që duket sikur vjen nga brenda kontejnerit. Sipas pretendimit të qytetarit që ka dërguar videon, muzika vinte nga brenda njërit prej kontejnerëve. Qytetari pohon se kontejneri ishte i mbyllur dhe muzika nuk ndryshonte, çka shton edhe më shumë mister në këtë situatë të pazakon që ai e përjetoi rastësisht. Përshëndetje, shkruan qytetari, në portin e Durrësit nuk e dim çfarë po ndodh. Një muzikë vjen nga brenda kontejnerit. Kontejneri ishte i mbyllur me drynë, ndërsa muzika nuk ndërrohej, vazhdonte po e njëjta. Po kaloja rastësisht veç kur po e dëgjoja këtë, se dija nga po vinte. Kur u afrova e dëgjova që vinte nga brenda, shprehet ai.